Mbështetja e qytetarëve të Ballkanit Perëndimor për integrimin në Bashkimin Evropian duket se ka shënuar rënje sipas barometrit vjetor të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal të realizuar në fund të vitit 2025. Vetëm 64% e qytetarëve të rajonit mbështesin procesin e integrimit evropian, e 10% më pak krahasuar me një vit më parë. Të dhënat tregojnë se Shqipëria dhe Kosova mbeten vendet me mbështetjen më të lartë për Bashkimin Evropian. Në Shqipëri 86% e qytetarëve shprehen në favor të integrimit, ndërsa në Kosovë 78%. Në anën tjetër, mbështetja më e ulët regjistrohet në Serbi me 42% të qytetarëve pro Bashkimit Evropian. Sa i përket pritshmërive për anëtarësimin, 26% e qytetarëve të Ballkanit Perëndimor besojnë se vendet e tyre mund të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian deri në vitin 2030, ndërsa 25% presin që ky proces të përfundojë në vitin 2035. Shqipëria rezulton vendi më optimist edhe për afatin e anëtarësimit, por gjithsesi vetëm 43% e qytetarëve shqiptar mendojnë se integrimi do të realizohet deri në vitin 2030. Pas saj renditet Kosova dhe Malizi me nga 39%. Besimi më i ulët për anëtarësim brenda 5 viteve është në Serbi me 15%, si dhe në Bosnjë e Hercegovinë, ku vetëm 9% e qytetarëve e shohin të mundur anëtarësimin në këtë afat. Ndërkohë 64% e qytetarëve të rajonit vlerësojnë se bashkëpunimi rajonal mund të ndikojë pozitivisht në përmirësimin e situatës ekonomike. Shqipëria kryeson edhe në këtë tregues me 77%, e ndjekur nga Maqedonia e Veriut me 71%. Besimi më i ulët për përfitimet ekonomike nga bashkëpunimi rajonal shënohet në Bosnjë e Hercegovinë me 52%.